SPAK dhe agent të Byros Kombëtare të Hetimit zhvilluan mëngjesin e kësaj të njëjte një aksion në Durrës, ku u godit një grup i strukturuar kriminal. SPAK ka zbuluar autorët e vrasjes së 32 vjeçarit Edmir Bregu në Durrës. Bëhet fjalë për ngjarjen e 21 janarit të vitit 2021, kur u qyllua 2 herë në kokë dhe në gjoks, sapo zbriti nga makina në lagjin 16 të qytetit Bregdetar. Vrasja që aso kohë u raportua si konflikti çastit, pas 4 vitesh u zbulua se ishte një ekzekutim për hakmarrje. Konkretisht, viktima Edmir Bregu kishte tentuar të vriste nipin e Astrit Avdylajt, Aldo Avdylaj. Vrasja e Bregut u porosit nga Astrit Avdylaj për hakmarrjen për tentativën e ekzekutimit të nipit të tij. SPAK thotë se drejtuesi dhe koordinatori i grupit të strukturuar kriminal dyshohet të jetë Aldo Avdylaj, si ndihmës dyshohet të jetë Enea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume, ndërsa si ekzekutor dyshohet të jenë Alfred Doka dhe shtetasi me iniciale ED, të dy të shpallur në kërkim.